Përshëndetje miq të Partizanit Channel, ja kemi drejt këtu nga stadiumi Vorës, luhet sot sfida e play-offit mes Partizanit dhe Al Petrolit. Pra Partizani B, më saktësisht sot të kusht e Rinaldo Kalajt vinë me këtë formacion në port me numër 1 Almuça, me numër 4 Sulo, me numër 5 Sembene, me numër 6 Gjuzi, me numër 7 Ndrejaj, me numër 12 Contreras, me numër 13 Kokomani, me numër 14 Jata, me numër 16 Mintongo, me numër 21 Mando dhe me numër 22 Gudjufi. Pra ky është formacioni i skuadrës së Partizanit B që sot ka një përballje mjaftin të vështirë dhe interesante përballë Al Petrolit. Me Al Petrolin jemi përballur disa vite më parë në kohët më të vështira të skuadrës para, atëherë kur militon në kategorinë e dytë rrekej në atë kohë, në atë periudhë shumë të vështirë. Skuadra e Al Petrolit vjen me këtë formacion, pra e drejtuar nga Miço, në port me numër 1 Çako, me numër 3 Alen, me numër 5 Teqa, me numër 7 Kardashi
me numër 8 Gjoni, po li shkojmë këtë mundësi teksa Gudjufi provon dhe ka arritur të fitojë një goditje këndi. E parë për këtë takimi përket Partizanit, Gudjufi me shumë forcë arrit ta fitojë. Të kota janë kontestimet në këtë momente të Alen. Pra Gjoni me numër 8, Hysko me numër 9, me numër 10 Mandia, me numër 16 Gjoni tjetër, me numër 17 Balla, me numër 18 Ajetu Mobi dhe me numër 21 Mehmeti. Pra kjo është mundësia e parë pranë topit pra këndores, është kapiteni i skuadrës Enea Kokomani, i cili bëhet gati të ekzekutojë këtë goditje këndi. Vazhdon trajneri i skuadrës Renalo Kalari të japë indicet dhe të sigurojë skuadrën sipas këshillave që i ka bërë gjatë stërvitjes së Kokomani. Dopi i rrëmuje, pak ndërhyn aty Çako, i cili provon të nisë skuadrën shpejtësi, ka faull, ka pendime për ndërhyen të parregullt ndaj portierit të Çako, por le të shikojmë. Ky takim do drejtohet nga kryesori Roshi. Duke kur ndjes se është Albano Stolaj. Pra është nisur kjo goditje lirë me shpejtësi nga skuadra e Alpetrolit që sot vjen me këtë uniformë të kaltër të hapur. Mando provon spërkata e rrezikshme, niset Andrejaj, provon drejt qendrës. Gjithmonë Andrejaj, goditja e Fernandos bllokohet dhe më pas shkon në duar dhe portieri Çako. Vazhdon përfaqësuesi i Parkinus Miço. I pasi shpejt në vështirësi kërkon të dalë skuadra e Alpetrolit, por e ka të vështirë pasi ndërhyn Gjuzi. Gudjufi, edhe një herë në krahun e djathtë të Gjuzi, më në thëci. Ka ngacmim numër 5, por Gjuzi nuk ka arritur më shumë. Është dorëzuar këtë topë në fundore, pra ishte Teqa i cili e ngacmoi, nuk e lejoi të jepte hapësirën, mundësinë e duhur për të rrezikuar. E tashmë do të nisë diçka nga këmbët e Çakos që prej disa minutash po has vështirësi ta nxjerrë skuadrën përpara. Pra kemi hyrë në minutën e 6. Skuadra kuqe duket më shumë kërkuese, agresive. Provon tashmë. Ka një pretendim për faull teksa Kardashi ka mbetur i shtrirë për një moment. Ndërhyn në Sembene. Por është edhe Ajetundo. Më saktë Ajetu Mobi. Ndryshe do të quajmë Gjemiu. Mintongo. Sulo tashmë. Ka hapësirë në krahun e majt. Ka pranë edhe Mandon, i cili sugjon pjesë tjetër skuadrës të ngrihet lart. Heziton Mando, kalon një herë prapa tek Kokomani, tashmë është Mintongo. Sembene. Gjuzi. Edhe një herë Sembene. Sulo, top në thellësi, urkohet Fernando Andrejaj, por më parë është ndërhyrja e portierit të Çako. 33 vjeçari. Pra, ky është një duel mes dy skuadra që përfunduan kampionatin në vendin e dytë sipas grupit, pra Alpetrol në grupin B dhe Partizani B në grupin A. Janë dy lojtarë të skuadrës Alpetrolit të shtrirë, por falli përket Partizanit. Të gatshëm për skuadrën e kuqe kemi duke filluar nga Porta Skëndertari, pas Osmallari, Dawson Hoxha, Sterling, Hasanas, Kalemi, Januzi, Gjeci, Kazim dhe Laçka. Pra vime pas le të themi asaj humbje, le të themi dramatike ndaj skuadrës Eagle FA, skuadra Eagle FA e cila siguroi një bilet të drejt në kategorinë e dytë në përballjen direkte ndaj Partizanit B. Eagle FA e mposhti skuadrën e kuqe me rezultatin 1-0. Partizanit B mjaftonte edhe një barazim, por fatkeqësisht nuk arritën dot të kuqte Renalo Kalari të marrin maksimumin në këtë sfidë. E tashmë janë detyruar të zhvillojnë së pari në përballjen e parë ndaj skuadrës
Al Petrolit e më pas në rast kualifikimi gjithmonë do të jemi në pritje të Eurostatit të takimit tjetër që kanë nisur. Por në shkëm të tentativë Mintongo provon nga distanca duke parë dhe daljen portierit e Çako, por nuk arrit dot të shënjestrojë siç duhet kuadratin Mintongo Joseph. Pra është turbina e cila ka shënuar, është minuta e 11 në stadiumin flamurtari mes Gramshit dhe turbinës, është turbina që ka shënuar me anë të Gjokës. Pra, kjo është edhe përballja tjetër, ajo që do të jetë me rëndësi nëse Partizani arrin të sigurojë kualifikimin. Ka një lojë të ashpër në mesin e fushës, një ndërhyrje pa rregullt ndaj numrit 14 Gjata. Bubakar Gjata, lojtar mjaft interesant, 9 vjeçari nga Gambia, i cili ka shënuar 3 gola në këtë kompeticion. Nuk arrit dot Mando të shpallë golshënuesi i kompeticionit, teksa në ndeshjen e fundit e humbi për një gol nga sulmuesi i Bulqizës, ishte më i saktë në takimet e fundit, ndërsa Mando ka vuajtur shumë golin në këto 2 takime, duke i qëndruar atyre 9 golave të shënuar në fazën e parë. Pra, tashmë ka goditje të lirë i përket Al Petrolit, skuadra nga Patosi. Provohet një aksion për mbyllje me shpejtësi, ishte Balla që provoi një pas nga krahun e djathtë. Mbylli diçka mbrojtja e Partizanit, tashmë është Mintongo, ka hapësira, shtyn skuadrën përpara, gjithmonë Joseph Mintongo. Topi drejt Guxhufit, në krahun e djathtë hapet dhe Gjuzi Contreras në zonë, mundësia leçkojmë rrotullimin dhe pasi Jata heziton e ka sërish Contreras që vonohet, i jep mundësi Mintongos, goditja më jeshme. Jashtë ishte një tentativë, një këmbgulje gjatë e Partizanit bën, teksa Guxhufi dhe Contreras bën gjithçka për të asistuar tek Jata, ky fundit ja i detyruar ta kalon tomin tek Mintongo për disa minutash. Joseph Mintongo kërkon të godas nga distanca për të provuar dhe të kalibruar të djathtën e tij, por deri në këtë moment nuk kemi parë një goditje të rrezikshme nga numri 16. Edhe një herë Contreras, Mando. Kolumbiani Contreras, i cili ka bërë mirë në takimin e fundit, por në ndeshjen ndaj UFA, aty ku priti diçka më shumë nga djaloshi, fatkeqësisht nuk ka rriti dot të jepte kontributin e tij të pashlyeshëm në këto takimet, në 5 takime që ka zhvilluar. Në 4 takime para ka shënuar plot 5 gola. Le të shikojmë këtë aksion në krahun djathtë të Marcelo Gjuzit, topi tokazi ndërpritet për një çast, dalje dhe Çako spor dhe shoqëron Contreras duke e bërë të vështirë portier Çako për të shmangur të paktën një goditje këndi. Është e dyta radhazi për Partizani sërish nga krahu djathtë, aty ku do të provojë edhe një herë Kokomani. Le të shikojmë nëse do jetë një cross drejt zonës apo një kombinim ashtu siç bëri në goditjen e parë nga këndi, por që nuk rezistoi, shumë e rrezikshme. Është Kokomani. E mban shihin e kapitenit prej më shumë se 3 sezon duke llogaritur edhe tek 9 vjeçarët. E metej krosimin në shtëpinë e dytë në Rëmuj, largohet për një çast. Sulo, gjithmonë Sulo, nuk e merr mirë, vjen dhe kjo ndërhyrje e menjëhershme. Tashmë është numri 18, Jemi. Loja që duhet vazhdoj normalisht pasi shumë pranë gjyqtari. Stola një tentativa për një cross dhe zonës se Fernando Andrej ndërpritet nga numri 5 Teqa e më pas në goditje këndi sërish për Partizanin, treta radhazi. Dhe treta vjen nga krahu djathtë, aty ku sulmet e Partizanit janë më të shpeshta në këtë fillim të takimit. Shkojmë Jemin, i cili ndodhet i shtrirë pranë gjyqtari. Le të shikojmë nëse do duhet të ndërhyjë stafi mjekësor. Por me shumë mundësi jemi në pritje të konfirmimit të sinjalizimit të gjyqtarit, nuk ka asgjë serioze për Jamin që ngrihet ngadalë. E Partizani që do të bëhet gati shkelmoj këtë goditje këndi. Në zonën shtatlartit, në zonë ato që njohin më mirë luftën ajër, por së pari duhet edhe një herë ndërhyrja e Stolajt për të vendosur drejtësi në këtë zonë. Vjen dhe veshkëllima, bëhet gati Enea Kokomani. Mando Kokomani, si që blokohet drejtën e trupin e numër 17 Valla. Gjuzi shkon me qetësi në
këtë rëvinjansore shumë pranë këndorës do të përvojë edhe një herë Marcelo Gjuzi që mërvin e tij nga ky kënd ka qenë gjithmonë rrezikshëm, provoi shkurt për Gudjufin, pas vjen krosimi, mundohet ta largoje, është Fernando Andreaj. Gudjufi, Mintongo, shikon një herë nga krahu i djathtë, por ndron mendje duke kaluar topin tek Sulo. Provohet zona, Andreaj vjen një ndërhyrjes më saktë një tentativ, por jeta. Mintongo. Sulo. Kokomani. Sembene. E salutojmë Sembene që vjen në këtë takim për të dhënë ndihmë edhe skuadrës B për të arritur këtë objektiv shumë të rëndësishëm. Një objektiv që do ishte më së normal për një skuadër që ka shumë cilësi, kualitet në gjirin e saj, e jo vetëm formacionin, por të shikojmë edhe pjesën e të gatshme vërtet emra me shumë cilësi dhe e njohje të vjetra, por le të shikojmë këmbgulin e Contreras, i detyruar ta kaloj pas Gjoni tek portieri Çako, një shkelmim drejt zonës ku ndodhet Mintongo. Do të provoj Mando ta ulë, por është më i qetë se duhet në atë ndërhyrje. Nuk i jep kohë mundësi Gjoni, i cili ndërhyn më një herë duke kaluar në rëvjenjacore. Aty ku nxiton Sulo, Kokomani, Sembene. Edhe një herë Enea Kokomani. Shikon lëvizjen e Sulës në thellësi. Le të shikojmë ky krosim Contreras, Gjoni ndërhyn. Pra kemi dy Gjoni, kemi lojtari numër 6 Salvador Gjonin. Dhe me numër 16 le të shikojmë kjo tërheqje nga fanella e dukshme, goditë dënimi për Partizanin në B. Pra dhe me numër 16 Eglentin Gjoni. Pra, goditje dënimi në një zonë të favorshme për provuar, për të rrezikuar. Le të shikojmë nëse Mandu pran topit Mandu me të djathtën, por gjithashtu dhe Enea Kokomani që ka një këmbë të majt precize, të saktë. Le të shikojmë çfarë do sjell kjo. Goditje dënimi ekzekuton Mando, topi mirë dhe zonës, provon Sembene, ndërhyn mbrojtja. E tashmë Sulo, i cili e shoqëron duke kënaqur vetëm këtë rëvjenjansore, por le të shikojmë nëse do të provohet zona, apo do ketë një pikë pasimi të afër aty. Gudjufi afrohet, por sërish këshillohet dhe kërkohet thellësia. Aty ku provon tashmë Contreras, nuk largohet siç duhet, provohet dhe më pas shënon Partizani, por nuk vlen goli, pasi më parë është shikuar një faul ndaj portierit Çako. Nxiton edhe mjeku i skuadrës së Al Petrol. Pra luhet minuta e 17, rezultati vazhdon të jetë i bardhë 0-0. Partizani dukshëm është kërkues i ku do ndodhur sulmi i Partizanit, por jo aty ku duhej të ishte. Pra tek goli u shënua në këtë çast, u shënua me faull sipas gjyqtarit Stolaj. Mbrot mirë skuadra nga Batosi. Asgjë serioze për Çakon, i cili ngrihet, bëhet gati të ekzekutojë këtë goditë të lirë. Çako e shkelmon drejt qendrës, ndërhyn për një çast të Andreaj, e më pas Mintongo, provon Gudjufi, dhe një herë Andreaj, një prekje lehtë, provon Gjoni, Andreaj, Gudjufi, Mintongo, lëvizje Mintongos për të rikthyer edhe një herë nga qendra aty ku kalon të krahun e majt tek Sulo. Mando
Edhe njërë tek Mintongo, i cili provon të hapë ndryshoj kraun mirë tek Gudjufi. Ka pranë në Gjuzin. Sembene. Pas i lehtë, por lëvizja e sulmit nuk ka koordinimin duhur me pasimin e Sembenes. Gjoni dhe Ndrejaj. Faul për Partizan, goditje dënimi. Teksa Kardashi gjatë dy luftimit ka prekur e ka marrë topin dhe me dorë, duke dhe mundësi Partizani për provuar nga kjo goditje dënimit, teksa kërkohet edhe respektimi i distancës në momenti kur është shkaktuar dhe faulli. Mando dhe Kokomani si gjithmonë në goditje standarde. Lëvizje shpejt, një pasim i shkurtër. Kokomani shikon top kryerëzi, por mbyllet për një çast. Tashmë edhe një herë i detyruar ta kaloj pas tek portieri Almucha. Endri Almucha nga prekjet e para në këtë takim. Gjuzi, i cili ka zhvilluar një sezon mjaft e mirë tashmë Contreras e ka marrë me dorë duke zhvlerësuar këtë aksion të mirë, do duhet të tregoj pak më kujdesshëm pasi në tillë hapësirë mund të rrezikonte më shumë Partizani. Gjoni kalon tek Mehmeti. Në vërshësi Mando, por kupton gjithçka. Mehmeti numër 20 më saktë, jo numër 21 siç është edhe prontuar tek starti i fillimit të takimit. Jamu. Kardashi edhe një herë. Jamu. Provon drejt qendrës. Nuk kuptohet në këtë çast me Gjoni, niset Partizani, do të provojë një kundërsulm, është Mando për Contreras. Duhet të vendos shpejtësi maksimale për të siguruar dhe për të rrezikuar, por vendoset shumë pranë vijës anësore. Tashmë është Sulo. I detyruar ta kaloj pas tek Kokomani. Qarkullon lojën skuadra kuqe, e cila përkon të gjejë një shteg, një hapësirë për të provuar dhe portën në goditjen drejt kësaj zone. Ka faul tashmë ndaj Gudjufit. E shkaktuar nga Teqa. Një pozicion i mirë për provuar një herë një tjetër goditje standarde. Goditje drejt kuadratit, aty ku duhet ta provojmë më shpesh. Në takim miqësor, atë takim që zhvilluan në Arena Dema, skuadra kuqe arrit të fitojë. Pastor nuk e vendosin në diskutim, por sot ndryshe mobilizimi dhe interpretimi i sfidës është një tjetër fytyrë, por le të shkojmë Kokomani, krosimi mirë, Sulo, goditja e pabesueshme shumë pranë kjo goditje e bukur e Sulos, i cili arriti mjaft mirë të vide nga pas shpinat të mbrojtjes së Al Petrol. Luat minuta 22 vazhdon Partizanit, këmbgulës kërkues. Duke provuar në gjitha mënyrar për të gjetur rrugën e rrjetës, një gol i shpejt të ishte vërtet i duri për skuadrën e kuqe, për mos kaluar në një blokim, le themi, psikologjik. Semena. Kokomani. Niset një top në thellësi, mundohet të mbuloj dhe e shoqëron Teqa duke i dhënë mundësi dhe Çakos të ndërhy, i pashqetësuar portieri i skuadrës Al Petrol. Ngacmon aty Contreras. E merr me qetësi Çako duke pritur dhe Teqen, i cili lidhe këpucën, tashmë shkelmon Çako. Gudjufi. Contreras. Ishte Jata, tashmë është Contreras, por ka flamur të ngritur. Nuk vlen kjo tentativë e skuadrës kuqe.
Luhet shpejt ky pas nga Gjoni. Top në thellësi Allen ndërhyn për një çast. Nuk arrin dot të krijojë diçka skuadra Al Petrol Patos që ka shumë të vështirë të dalë të afrohet të zonës, dalë gjysmë fushën e Partizanit. E dorëzon topin shumë shpejt, i jep mundësi Partizanit për provuar një herë, por dhe skuadra e kuqe akoma nuk e ka dhënë atë shkëndijën, edhe pse ka provuar shumë. Madje ka arritur ta gjejë rrugën e rrjedhës, por një gol që u zhvlerësua për shkak se një faull ndaj portierit Çako. E tashmë provon Gudjuvi, futet drejt qendrës. Rrezikon disi. I ndërhyn për një çast Xhimu. E tashmë është Sembene. Enea Kokomani. E provon në thellësi Gjuzi. Krosi i preke me kokë, tashmë Jata. Mandu dhe njëherë do të provoj skuadra kuqe ta mbajë aty në atë zonë, por del për një çast skuadra Al Petrol. Allen. Gjoni. Në vërshësi, Allen ka mbetur i shtrirë. Mando është kërkues dhe arrin. Tashmë provon Teqa ta mbroj. Me faull këtë herë. Ndrejaj shkakton faull, goditje e lirë për skuadrën e Al Petrol Patos që për disa minutash kërkon taftov disi atë dëshirën ritmin e skuadrës kuqe për të qenë gjithmonë në presion të lartë me sulme të një pas njëshme nga Kraudjat aty ku jemi treguar më kërkues, por akoma shumë pak efikas. Çako. Përse Gjuzi dhe Sembene. Rëvinacore i përket Al Petrolit. Teqa. Një kalon aty. Kanvashi. Allen. Vazhdojnë pretendimet për një goditje dënimi, e më saktë ka arritur të fitoj një goditje dënimi Allen, numri 3, i cili në dy luftim me një përmbrojtje të Partizanit. Do të provoj tashmë zonën skuadra e Al Petrol Patos që prej minutash, ose më saktë jemi në minutën e 26. Këtë mund jetë mundësia e mirë për të rrezikuar skuadrës Al Petrol. Krosimi drejt zonës në rëmuj, mbetet topi, Gjoni largohet tashmë me forcë drejt Xhimit. Allen. Jata ndërhyn, por shumë larg. Gjuzi me saktësi e kalon tek Endre Almuça. Edhe njërë, Jata. Sulo. Kokomani. Dal nga dal shtyn, spostohet tërë skuadra jonë në gjysmë fushën. Skuadrës nga Patosi, Gjuzi, lëvizje e bukur. Kërkohet të respektohet distancë në këto momente teksa Kardashi nisur me shpejtësi kjo faull nga Gjuzi. Sembene e kalon tek Kokomani. Në të majtë tashmë Sulo, Mintongo, Gudjufi, Mando nuk e arri në momentin e fundit. Ideja ishte mjaft e mirë, por një hap në vones Mando mund të arrinte të rrezikonte në pozicion të favorshëm. Teqa.
Gjoni. Çako në vështirësi arrin Andrea për një çast Mitongo tashmë. Nuk arrin dot Mitongo, ndërhyn Gjimo i saktë. Tashmë do duhet duel interesante mes Gutjufit, del fitues Isa Gutjufi. Si djeçari nga Maqedonia, cili erdhi sezon për të mbështetur Partizanin në objektivat, në arritjen e objektivave Gjuzi. Lëvizje e bukur. Është vlerësuar pa rregullt kjo lëvizje e Gjuzit. Edhe herë Çako vetë gati të ekzekutoj këtë goditje të lirë. Teksa kërkon skuadrën të ngrihet lart. Edhe Partizani do tregohet i gatshëm, si në të gjitha ekzekutimet të Çakos. Tashmë bën një ekzekutim të plotë të mirë. Përbon edhe një herë Kardashi. Rivinatsoi për këtë Partizanit. Gonda mbaj aty poshtë skuadra Al Petrol, por Partizani ka hapësirat e duhura për të dalë. Almuça. Sulo, një top i mirë në thelbësi Gutjufi, provon zonën, vjen edhe ndërhyrja. Saktë në momentin e fundit të mbrojtjes së skuadrës Al Petrolit, goditje këndi. Tashmë nga krau i majtë, le të shikojmë nëse Krah mund të jetë pak më i rrezikshëm dhe mund të sjellë pse jo edhe golin e parë në këtë sfidë. Minutat kalojnë shumë shpejt dhe Partizani duhet me patjetër ta kërkojë e ta gjejë golin në këtë pjesë të parë. Mando. 6 fanella të kuqe në zonë dhe Kokomani i gatshëm pret jashtë zone. Krosimi ulët largohet nga Teqa. Tashmë provon Hyska. Gjithmonë Hyska, saktë, Kokomani, Mando. Kjo është e dukshme. Një faul goditënimi sërish për të kuqt. Le të shikojmë edhe një herë nëse do jetë kjo një tjetër tentativë rrezikshme teksa në goditje standarde skuadra e Al Petrol po tregohet shumë e mobilizuar, duke mos lënë asnjë mundësi, asnjë hapësirë. Ka qenë shumë luftarake në zonë, duke eliminuar çdo rrezik, por dhe duhet një impenjim pak më i madh i sulmit tonë në zonë, i shtatlartëve, i atyre që njohin luftën e ajër, por dhe kanë rezistuar gjithmonë të rrezikshëm. Kokomani, krosimi drejt qendrës. Është Contreras, Ndrejaj. Gjuzi. Provohet një krosim, topi që kalon jashtë stadiumit. Ku kërkohet me shpejtësi një top tjetër. Vazhdon me të drejtë. Shton trajnerit i pankinës kuqe Ronaldo Kalari. Ti kërkoj maksimumin e skuadrës. Është Gjuzi. Mintongo. Gjithmonë Joseph Mintongo. E kalon tek Kokomani. Edhe një herë Mintongo. Luan nga qendra Partizani me 3 pika të referimit Mintongo, Sulo dhe Kokomani tashmë Sembene. I fort, i plot, i mirë këtë top drejt Gutjufi që arrin ta kontrollojë në farë mënyre, por është Gjimo që ndërhyn sakt duke hequr mundësinë e kontrollit dhe tashmë Gutjufi që rikuperon për një çast. Gjoni ka nga Smia Contreras. Gutjufi me forcë për plasë në tribunën e stadiumit Vora.
Luhet minuta e 33, 0-0 këtu në stadiumin Vora, ndërsa në Vlorë vazhdon të jetë 0-1 në favor të skuadrës së Turbinës. Pra, dueli i radhës luhet play-outi i kategorisë së dytë, skuadra e cila do të arritë fitojë në duelin e play-outit do të përballet me fituesin e këtij takimi, pra kësaj sfide. Jata, crossimi fort, ndërhyn Çako. Nuk arrit dot as Contreras të jap një devijim të lehtë sa për të ekuilibruar dhe të nxjerrë jashtë koordinata e portierin Çako, i cili ndryroi sakt. Forca Çako. Drejt Allen. Sulo ndryn, por është vlerësuar pa rregull kjo ndërhyrje e Denis Sulos. Goditje dënimi për skuadrën e Al Petrol. Hyska në zonë, largon për një çast Sembene, e shoqëron Gjoni. Rivelansor sërish i përket skuadrës së Al Petrolit. Do kërkohet zona sipas të gjitha indicjeve të dhënë nga pankina, por dhe nga kapiteni i skuadrës provon në zonën tashmë. Allen lufton fort. Jata ka mbetur i dëmtuar në fytyrë. Ka marrë një goditje ose më saktë mund të ketë mbetur i dëmtuar gjatë përplasjes me Allen, i cili ashtu si në takimin e Tiranës në miqësore lufton fort, por nga një herë duke kaluar dhe pak atë dy luftimet sportive. Shikojmë nëse Jata ngrihet nga dalë. Jata e topi tashmë që do të nisë një herë aty tek bëdhe ndërprerja e detyrueshme. Këmbët e Gjonit. Hyskës është numri 9, kapiteni Hyska. Gëzim Hyska provon krosimin, ndërhyn Gjuzi. Goditje këndje para për skuadrën e Al Petrolit. Edhe një provon në Hyska. Kërkohet zona, shtylla e dytë, shtatlardit Allen është një Allen provoi fatmirësisht nuk e arriti, por dhe vjen ndërhyrja e mbrojtjes së Partizanit që tashmë kërkon të dalë përpara me sulon. Topi që bllokohet nga Teqa. Ndërhyn edhe një herë. Aty Mehmeti. Shtjeshje financore edhe pse prandon për diçka në këtë çaste, një për lojtarët e skuadrës së Al Petrolit, por shumë pranë gjyqtari ansor ka parë gjithçka duke mjaftuar vetëm një revini ansore që teksa do të ekzekutohet nga Xhimi. Si pa kuptuar, kanë kaluar plot 38 minuta me skuadrën e Kuqit që është më kërkuese, por tashmë janë minuta që flasin edhe për skuadrën e Al Petrolit. Rrezikon, provon këto tentativa të njëpasnjëshme. Edhe një herë numri 17 balla, por ka humbur kontrollin. Revini ansore tashmë përket Partizanit. Kogomani. Sembene.
Kokomani dhe njerë. Sulo. Jata, e ka në kontrol, gjithmonë. Jata, krosimi i mirë, nuk arjet njerë në Çako. Sërish ideja është mjaft e mirë e Jatës, por nuk arrin dot Contreras të japë pra një preke të lehtë, ashtu siç nuk arrit të bënte edhe para disa minutash në të njëjtën tentativë. Jata është ai që rrezikon tashmë nga Krovi Majt, aty ku të pakta nga qenë sulmet, por është munduar pra. Numri 14. Gjimo. Ka pranë Alen. Gjithashtu dhe Hyska, i cili ja kërkon të pas gjithmonë Hyska dhe balla. E mbron aty me forcë. Enea Kokomani, i cili nxiton, duke kaluar topin tek portieri i skuadrës Endri Almuça. Sembane. Gjuzi. Edhe njërë Sembane. Ndrejaj. Mintongo. Sembane. Kokomani. Jata. Futet nga qendra. Me kombinimet e sakta me Mintongon. Sembane. Pritet një lëvizje pas shpine, sulmit të Partizanit, por është vendosur mirë në këtë çast Al Petron. Mintongo. Jata. Ka mbetur dëmtuar Mintongo, por loja që nisë me Andrea në zonë krosimi, dalja e vërtet Çako. Edhe një herë ndërhyn Çako, i cili mbyll gjithçka. Është Çako, i cili e merr me qetësi. Në pak se 5 minuta duhet diçka më shumë për ta mbyllur në avantazh, duhet të krijojmë një aksion pak më rrezikshëm, do të provojmë gjithçka për gjithçka në këto minuta. Jata, Contreras, Ndrejaj, Gjuzi hap në krahun e djathtë. Mintongo ndron krah duke spostuar totalisht në krahun e majt tek Gudjufi, i drejtohet zonës gjithmonë Gudjufi, Besar Gudjufi, lëvizja në të djathtën. Heziton të godas, heziton të krosoj, tashmë Sulo, që shkon mbi tra. Zbehet ky aksion priti diçka më shumë edhe tek Gudjufi, i cili fut më në thellësi, e më pas Sulo, i cili nuk arrit dot të jepte krosim më të mirë të mundshëm të majtën e tij. Çako. Alen dhe Sembane. Ka faul Alen. Mintongo. Sulo. Shikon zonën. Edhe është krosimi ndër Ndrejaj. Ndërhyn Mintongo. Ndrejaj. Jata. Gjithmonë Jata. Mando në zonë. Topi goditja e Gjuzit. Shkon ngjitur me shtyllën e majtë për të jetë Çako. Një mundësi e mirë për Partizanin për ta mbyllur në avantazh, por finalizimi mungon. Të parë mundua një 6-1 mbrojtës krahut si Gjuzi, i cili gjithmonë ka treguar shpirtin, ka dëshirën e madhe luftën sportive për ta ndihmuar skuadrën në arritjen e golave dhe i palodhur numër 6 Marcelo Gjuzi që provon një herë. Mando, zona, gjithmonë Mando, janë pasimi dhe ndërhyrja Çakos. Sërish agresive sulmi i Partizanit bë që mbyll një tjetër aksion nga krahu i djathtë. Do provohet një herë nga këndi teksa Enea Kokomani. Le të shikojmë çfarë sjell kjo mundësi.
Tokazi, Gudjufi, edhe njerë Kokomani. Topi është me kërcim, tashmë që të sonë e kërson mirë dhe e pa besueshme, por ka dhe flamur të ngritur. Dy lojtarë shkuan në linjë, atë kërcim Tokazi, por me sa duket Contreras e gjenë më avancuar në momentin e kërcimit, duke zhvlerësuar gjithçka, edhe pse Çako ndërju sakt. E tashmë kemi një lojtar të skuadrës së Alpetrol, i cili me dhe shtrirë për një qast ishte Qoni. Mintongo për Sulon. Lëviz mirë, nisë Gudjufin, gjithmonë Gudjufi. Qimo, i ndërhi në momentin e fundit teksa po bënte edhe depërtimin drejt zonës i saktë Gjimo në këtë çast, edhe pse tashmë Partizani do provojë me një goditje këndi. E gjashta goditje radhëzi. Vetëm një mundësi, një goditje standard, goditje këndi ka provuar skuadra Alpetrolit, por le të shikojmë çfarë do sjellë ky moment teksa pranë topit është Besa Gudjufi. Krosimi shumë i lartë, shkon shumë lart gjithsesi Sulo. Ka një pretendim pasi gjatë goditjes me kokë. Mbrojtja provoi me këm 1 minutë shtesë është akorduar në këtë çast. Edhe Partizani që vazhdon në sulme të njëpasnjëshme. Pra tashmë po luan minuta e fundit shtesë me skuadrën e kuqe që do provojë ta mbyllë pse jo me gol nga ky krosim i vetëm e goditja me pas Ndrejaj. Nuk arrin dot, ka mbetur dëmtuar Ndrejaj, loja që vazhdon me Partizani që qëndron përpara në gjysmëfushën e skuadrës Alpetrol Patos. Portieri i skuadrës Alpetros ka mbetur dëmtuar edhe do duhet një ndërprerje e menjëhershme. Çako, le të shikojmë nëse do duhet edhe ndërhyrja e stafit mjekësor, teksa Çako vazhdon të jetë të shtrirë. Thret pra. Mjeku në skuadrës momentet e mira me skuadrën e kuqe përkonte me tentativa të njëpasnjëshme. Vazhdon të jetë i shtrirë aty pranë portës Çako, i cili ka mbetur dëmtuar gjatë atij krosimi, dueli fort me sulmin e Partizanit, por në tentativë për të larguar atë top. Asgjë serioze, ngrihet ngadalë tashmë. Le të shikojmë se ku do të nisë pra aksioni. Shumë pranë vjes anësore u ndërpre. Aty ku do të provojë edhe një herë Sulo dhe Hysko. Ky do jetë edhe mundësia sulmi fundi i skuadrës kuqe. Është goditje dënimi teksa Hyska ka prekur me dorë atë goditje, atë krosim në të Sulos. Le të shikojmë mundësia e fundit në këtë pjesë të parë me skuadrën e kuqe që do provojë zonën e rreptësisë. Është Sulo dhe Mando. Është mundësia, tentativa e fundit në këtë pjesë të parë. Niset
është Kokoman. Krosimi drejt zonës, Jata, por dhe Çako ndërhyn. Nuk ka më kohë mbyllet tu kjo pjesë e parë. Barazim 0-0, një pjesë e parë luftuar më shumë nga skuadra e Kuqe që ishte kërkuese, por goli mungoi. Shpresojmë që në pjesën e dytë të shikojmë një tjetër Partizan më kërkues, edhe pse jo të dalim të mbyllim sa më shpejt brenda 90 minuta këtë sfidë mjaft të rëndësishme për ecurinë e këtij sezoni. Përshëndetje miq, rikthehemi në pjesën e dytë të takimit play-offit mes Partizanit B dhe Alpetrol Patos. Pjesa e parë mbyll 0-0. Ne shpresojmë që këtë pjesë të dytë ta zgjidhim më shpejt, më mirë për të mirë e këtyre minutave, teksa Partizani nuk duhet kurse City drejtohet minutave shtesë ekstra, pasi i shkon le të themi në dëm të saj skuadre e cila ka zhvilluar një kampionat të mirë, një play-off le të themi pozitiv në këto 45 minuta para, por shpresoj një pjesë dytë të bëjmë më mirë në finalizim, pra aty ku le të themi ka munguar disi. Provon skuadra Kuqe tashmë me këtë reveniancore. Sembene, Kokomani, Sulo. Kombinimit je sakt. Rrezuar pa rregull këtë ndërhyrje Contreras ndaj Gjonit. I shkëm është pikërisht Gjoni, pra ka dhe fair play në këtë çast. Edhe një provon Partizani të ushtrojnë në pressing, por Çako e kalon tek Teqa, ngacmon aty Mando. Në vështirësi largohet ky top në reveniancore për këtë Partizanit, shkon shumë larg mbi tribun. Kërkohet me shpejtësi një top. Shmitongo. Vjen dhe një top tjetër, duke detyruar edhe një herë gjyqtarin Stolaj të ndërpres, dhe deri nis sërish. Mintongo. Jata. Sulo. Kalon pas tek Kokomani. Sembene. Minton është Mando, mundësia mirë Mando, e presim me crossimi, është i fortë, vjen në formë goditje. Okay, Nandu, come on, Nandu, down, Nandu. Joseph, just a little back, okay? Yata, you, Yata. Bëhet gati Çako të këtoj forcë. Sulo, sakt. Ka mbetur i dëmtuar gjatë rënies së Denis Sulo. Por loja që vazhdon normalisht me hyskon. Interesant është fakti, ose më saktë komenti bërë nga Çako, ose më saktë njëri nga lojtarët e skuadrës Alpetrol Patos, teksa shpreh kyçe po marrin një top. Por do të kuptojmë që të tilla përplasje ndërhyrje janë shumë të rrezikshme ndaj dhe gjyqtari, ashtu siç veproi para pak çastesh,
Ashtu që veproi gjithashtu dhe në pjesën e parë me portierin Çako, i detyruar tani të ndërhynte për të ardhur në ndihmë Sulos, i cili tashmë është ngritur dhe po shiqërohet nga miku i skuadrës. Këtë dënimi që ekzekutohet, ndërhyn aty Endri Almuqa, duke shmangur një gol të sigurt. Vërtet duhet të rregohemi të kujdesshëm, shikoni, nga të pakta mundësitë e skuadrës Al Petrol Patos vjen një moment i rrezikshëm. E tashmë ky top që ka shkuar në goditje këndi është Hyska, cili bëhet gati të ekzekutojë edhe një herë në zonën 7 lartët e skuadrës Al Petrol. Niset Hyska. Crossi drejt qendrës Almuqa në dy kohë. E tashmë ka mbetur i dëmtuar dhe shumë e rrezikshme. Është Mehmeti ndëshkuar, jo momenti i përplasjes i Teqës. Pra dhe këtë startin e pjesë dytë, si që kohët nuk ka asnjë zëvendësim. Pra jemi në minutën e 51. Ky është kartoni i parë i verdhë në këtë sfidë, një sfidë e cila na ka shquar me shumë depreje, por përgjithsisht me pak ndëshkime, kartona, ka qenë brenda aspektit sportiv. I vetmi karton pra nga Mehmeti në radhë skuadrës Al Petrol. Topi drejt Gudjufit, ndërhyn Gjimo. Revini ansori viket Partizanit. Provon Partizani tashmë. Contreras ndërhyn për Çako. E rrezikshme. Me fasojë mbrojtjen me atë kërcim shumë të lartë. Contreras, por gatshëm dhe Çako, i cili ndërhyu në momentin e duhur. Edhe pse nuk kishte shumë rreze shikimin ato çaste e portieri i skuadrës Al Petrol. Luhet shkurt. Gudjufi. Krosimin drejt shtyllës së dytë, Sulo në zonë, Ndrejaj dhe topi shkon në rjetë. Ka shënuar Partizani Fernando Ndrejaj. 1-0 për skuadrën e kuqe, e cila feston tashmë. 1-0 në këto çaste. 1-0. Fernando Ndreja, bra. We will go with one ball, okay? Trying to create fast support. How to do it? Maria Pra është bllokohet sfida në këto çaste. Teksa Partizani për ka shënuar me anë të Fernando Ndrejaj. 1-0. Goli i tij i dytë
në radhë të skuadrës së Partizanit bë një gol shumë i rëndësishëm në këtë çaste, duke krahasuar me golin e parë që ka shënuar në kampionat. Ky ka vërtet shumë peshë të rëndësi, teksa skuadra e Kuqit tashmë ka avantazhin edhe duhet ta mbrojë, por pse jo, duhet të shënojmë pse jo një tjetër gol për të vullosur këtë sfidë, teksa dhe dielli në qiellin shfaqet këtu në stadiumin Vora. Një kohë e mirë, përshtatshëm për zhvilluar një ndeshje të bukur, si në këto çaste, teksa Partizani bë më në fund e ka gjetur rrugën rjetës. Bën gati 2 lojtarë. Është Sterling dhe Osman Lari, mos gaboj edhe mundësia, le shikojmë Godjufi, nuk e merr mirë, është ndërhyrja e Gjimos. Pra bët gati Osman Lari, ashtu dhe Njengula. Sterling. Semene tek Almuqa, dhe njërë Semene për Gjuzin. Contreras, Jata në të majtë Godjufi, provon zonën Godjufi, kërkon hapësirën, nuk godet, heziton, por le të shkojmë mundësia. Gjuzi, gjithmonë Marcelo Gjuzi, e godet topi! Gjitur me shtyllën e djathtë, rrezikshëm kjo goditje, potente. Edhe shumë e idhtë e Marcelo Gjuzit. Tjetër tentativ, tjetër mundësi e mirë për të dyfishuar rezultatin në këtë çaste këtu në stadiumin Vora. Tjetër duel shumë i rrezikshëm, shpresojmë asgjë serioze për Denis Sulon, që ka mbetur tentuar dhe vjen në kartoni i dytë, do të tregohet pak më kujdesshëm në këtë çaste. Alem. Tre janë zëvendësimet, është dhe Kazim që bëhet gati tashmë. Le të shikojmë gjendjen e mbrojtësit të Partizanit. Pra tashmë bëhet gati të përzëvendësim tjetër, skuadra e Kuqe më saktë 2 për një herësh. Teksa parë do të nisë loja më pas. Kryezëndime le të shkojmë mundësia mirë Mando, e merr mirë goditja jo më saktë, vjen një kontakt rrotullohet Mando, vazhdon të jetë në zonë gjithmonë Monad Mando. Godjufi del nga zona e rrëptësisë, duke zbërë disi atë rrezikshmëri. Sulo, krosim i hershëm. Largohet për një çast, e ka Andrejaj, lëvizje e bukur. Çirot e majtën jashtë kuadratit, bëri gjithçka mirë
Ndrejaj, por goditja nuk ishte më e mira e mundshme. Është autori i golit pra, Fernando Ndrejaj, i cili do të lërë fushën lojës, edhe vendin tjetër do ta marrë Sterling. Gjithashtu jashtë fushë është edhe Muanat Mandu dhe vendin e tij e merr Kazim. Këto janë dy zëvendësimet të dy lojtarët humbën mundësinë më të mirë para pak çastesh për të dyfishuar rezultatin. I pari se Mando, i cili nuk arrit dot të çliroj hapësirën e duhur për të goditur, për të befasuar, dhe pse bëri gjithçka mirë, duke sjell panik në zonën e skuadrës Al Petrol. Por gjithashtu dhe Ndrejaj, pothuajse të njëjtën gjë, duke u çliruar, duke kryer hapësirën, e më pas goditja nuk ishte më e mira e mundshme. Contreras e kërkon Sterling, e ka Mitongo, tashmë ka Sterling, zona Contreras, e ka flamur të ngritur, por gjithashtu dhe Contreras një mundësi e mirë për skuadrën e Kuqe, kërkon të shkonte bashkë me topin. Trajneri pra i skuadrës Kalari, i cili sugjeron udhëzon Sterling që para se të merrte top, që të fulli vetëm drejt zonës e mos asistonte, por Sterling preferoi zonën. Barazohet rezultati pra edhe në fushën e flamurtarit, teksa Gramshi ka barazuar duke vendosur barazpeshën pra çifti tjetër, çifti ku do të përcaktohet dhe kundërshtari i radhës i Partizanit, të paktën deri në këto momente, teksa skuadra e Kuqe është në avantazhin minimal, por është në avantazh dhe shpresojmë që ta dyfishojë dhe pse jo të mbyllim të sfidë. E kjo tentativë shkon shumë larg. Përgjithësi numër 7 i skuadrës Al Petrol provon crossin, top që shkon në fundore. Goditje këndi. Ka prandime për një top të prekur me dorë, edhe nga pjesë të tribunës ku është vështirë, shumë e vështirë për ta parë, por pretendimet janë mëso normale nga skuadra e Al Petrol në këtë çast, teksa po kërkon të vendosë dhe ajo e themi barazpeshën në çdo mënyrë. Edhe pse minutat kanë qenë pothuajse të gjitha për Partizani, që tashmë Almucha. Sterling nuk e merr mirë gjithsesi, e ka në kontroll sërish Sterling. Ja, ta mundësi e mirë, një kundërshtim i shpejt, Sterling i vetëm i shpejt, gjithmonë tashmë Gudjufi, goditja, topi shkon në rrjet. Besa Gudjufi, 2-0 Partizani bë. Vendoset nga kjo e djathtë e bukur e Besa Gudjufit, që tashmë qëndërson disi dhe pankinën e Kuqe. Pra 2-0, tashmë vazhdon dëshira këmbgulja skuadrës Kuqe për të shënuar një tjetër gol, dukshëm qartët Kazim, Gudjufi, shikohet të zona Gudjufi ndërhyn Mehmeti, tashmë Gjimo gjithmonë, Gudjufi, kërkon dhe i ta rekuperoj po vetë. Në 17 balla. Gjithmonë Allen, Jimmy. Allen,
E më pas vjen Sulo, mbyll diçka, Denis Sulo. Është Gjoni, e kalon tek Teqa. Gjithmonë Teqa. Sërish Teqa, i cili ka fituar këtë goditje dënimi, bëhet gati dhe Anteu Osmanllari. Është goditje dënimi për skuadrën e Alpetrol. Topi drejt zonës e rrezikshëm, vjen kjo tentativa pas ndërhyn Mintongo. Saktë duke kaluar në rivenin anësore. Edhe një herë këmbgul skuadra Alpetrol. Provon të dalë përpara skuadra kuqe. Mehmeti. Balla. Ishte Gjoni, rrezikon shumë. Ishte Mandia. E tashmë mundësia për shënuar jetë të gol është Sterling, gol! 3-0 Partizani bë. Bën gjithçka vetë mjaft mirë tashmë. Skuadra e kuqe me anë të Sterling që shënon në golin e tretë duke e vendosur dhe vulosur tashmë sfidën. Kjo pjesë e dytë që ndryshon shumë nga fytyra e skuadrës pjesë e parë. Partizani që u çlirua që në momentin e shënimit të golit parë erdhën dy golat të radhazi. E le të shikojmë tashmë. Pra jo vetëm Osmanllari, por gjithashtu dhe Malionuzi bëhet gati të hyrë në fushën e lojës. E teksa tashmë rezultati është 3-0. Le të shikojmë nisët Kazim. E kalon të djathtë, kemi shumë mundësi teksa skuadra e Alpetrol është tashmë pothuajse dhe e koordinuar, nuk ka më respektim të pozicioneve edhe vazhdon të jap këmbgullet dhe e shikojmë Sulo, gjithmonë Sulo mundësie mirë për të provuar për shënuar të gol. Denis Sulo, krosimi e Contreras, Kazime pas topi shkon në duart e më pas është vlerësuar për një pozicion jashtë loje. Bëhet gati zëvendësimi i radhës tashmë. Pra del nga fusha e lojës Mintongo dhe vendetje merr Malionuzi, gjithashtu e jashtë fushës së lojës kemi dhe Denis Sulo, i cili ka vuajtur shumë prej disa minutash.
Pra ka fall, është ndjesë riveni anësore me shpejtësi Gjimo. Edhe pse tashmë është bërë gjithçka shumë e vështirë për skuadrën e Al Petrol Patos që ka psuar dhe golin e tretë pas gol shënuar nga Andrea, një gol që kishte dhe rëndësinë vet pasi skuadra e Kuqe u çluar shumë nga ai gol. U vinte edhe goli spektakolar i shënuar nga Besar Gudjufi e më pas Sterling që kapi në befasi dhe shënoi golin e tretë për skuadrën Partizani B që tashmë ka hedhur një hap mjaft të rëndësishëm në finalen, nëse mund ta quajmë finalen e play-offit të kategorisë së tretë, pra një bilet për kategorinë e dytë. Në Gramsh, ose më saktë në Vlorë, luhet sfida Gramshi Turbina, vazhdon të jetë 1-1. Në paraspesh ka barazuar në këtë pjesë të dytë skuadra Gramshiote. Krosime drejt zonës, por në një zonë të qetë, shikojmë mund të përfitoj aty për një çast kontreras për ndërhyrë sakt Gjoni. Sterling, Gjuzi, Januzi. Thjesht një rivenie fundore. Gudjufi bën mirë, rikuperon të top, provon me televize, Mehmeti ndërin, tashmë Gjimo, gjithmonë Gjimo. Gudjufi vjen me faul, ka shkaktuar faul. Cross drejt zonës, largon për një çast Contreras. Sërish provon numër 7, topi që vazhdon të jetë në lojë. Dhe pas krosimi, ndërhyn Almuça. Shkojmë në zonë Contreras, i cili shfaq dhimbje. Një tjetër aksion i Partizanit nga krahu i majtë provon Gudjufi, vjen kjo spërkate me Mehmetit. Edhe njërë skuadra e Al Petrol provon në këtë mënyrë. Ndërsa skuadra Kuqe bëhet gati për një tjetër zëvendësim teksa shikohet gatshëm për të hyrë në fushën e lojës është edhe Daniel Kalemi me numër 11. Do dalë Contreras pra.
Pra, Diego Contreras për Daniel Kalemin. Jata, nuk e merr mirë, gjithsesi arrita këtë kontroll. Osman Lari, edhe një herë Jata. Januzi. Jata. Kokomani. Januzi. Gjuzi. Januzi sërish. Kazim. Sterling. Gjuzi ka hapësira, krosimi me njershëm, ndërpritet në goditje këndi për Partizanin sërish. Shkon pranë këndorës Kazim. Të gjithë sot lartët në zonë, Januzi qëndron në jashtë vijës 6 metra i gatshëm për të provuar dhe ai ky cross shkon lartë, semën e më pas Godjufi provon, por nuk ka vlerë pasi më parë është vlerësuar pa rregull ajo tentative semën teksa lojtari me numër 20 Mehmeti ka mbetur i dëmtuar në zonë, por asgjë serioze edhe për Mehmetin. Nis shpejt Gjoni, Gjimo. Mehmeti, Gjoni. Provohet së tashmë nga krau i majt. Teqa. I dërua ta kaloj pas tek Çako. Gjimo tashmë. Gjithmonë Gjimo. Kalemi provon në çdo mënyrë për t'ia hequr nga këmbët Gjonit, por nuk arrin dot. Në farë mënyrë tek Mehmeti arrihet ky pas e më pas. Balla. Hyska. Jata dhe Gjimi. Osman Lari. Godjufi. Provon me këtë lëvizje. Riansoj për këtë skuadrës Al Petrol. Hyska dhe Kokomani. Është gjithmonë Hyska. Provon drejt qendrës. Kalemi provon një prej këtë lehtë, por nuk arrihet për Sterling. Teqa. Gjoni për Mehmetin, tashmë Gjimo. Futet drejt qendrës. Allen. Hyska. Kardashi. Gjithmonë Kardashi. Ka ngacmimin e Gjuzit që nuk i ndahet. Tashmë ka numër 10 Mandia, i cili ka mbetur i dëmtuar. Madi ka fituar këtë faull. Godi dënimi për skuadrën e Al Petrol. Teksa luat minuta 77. Le të shkojmë, është Mandia. Krosimi fort Delan Muça. Nuk ka faull, nuk ka asgjë. Loja që vjen normalisht me Osman Larin që provon të nisë me shpejtësi Godjufin. Niset dhe Osman Lari, e kërkon, por nuk arrihet i ndërprer ky pas për Osman Larin. Tashmë është edhe një herë Gjoni. Esponolon tek krau i majt Kardia. I cili në vërshësi, po shikoni një lëvizje për vonës, për kata e Gjuzit, ngrihet Gjuzi, nuk i ndahet, nuk e lejon të krosoj, bën mjaft mirë, bllokon, tashmë jep mundësi Kalemit për provuar me një aksion të shpejt, i vetëm Kalemi provon ta marrë me shpejtësi zonën, shikon në lëvizjen e Sterling, e kërkon Sterling, por në fund u mbet ekuilibrin edhe arrin të fitojë thjesht një reveni anësore. Ka faull në Gjuzit, por le të shkojmë. Është Gjuzi që ka shkaktuar faull, edhe pse ka mbetur i dëmtuar.
Gjoni. Gjufi për pak sa nuk arrin dot të përfitoj. Nuk shpajtuar me dëshirën e pjesë tjetër të skuadrës, ose më saktë me lojtarët e krave, sidomos tek mbrojtësit. Teksa Gjuzi po përpiqet ai të kontribuojë në arritjen e shënimit të një goli tjetër, pse jo. Por kërkon kujdes nga pas shpinë, duke llogaritur edhe kohën që ka akoma lojë për të luajtur. Kërkon mobilizim maksimal trajneri i skuadrës Rinaldo Kalari. Sterling ka marrë një goditje fort të rrezikshme. Mandia. Shumë e rrezikshme. Pra kemi në 10 minuta e fundit Partizani kontrollon lojën, Rostati flet për të kuq që e kanë siguruar këtë 3-0 në këtë pjesë të dytë. Pasi pjesa e parë, edhe pse skuadra kuq ishte më kërkuese, ishte dominuese, por nuk kishte të njëjtën fytyrë në këtë pjesë të dytë. Pas gol shënuar nga Andrea, gjithçka ndryshoi le të themi për të mirë. Jimmy. Rrezikshme, do të tregon kujdesshëm, do të kujdesshëm në këto çaste. Balla. Ka mbetur i dëmtuar për një çast, ngrihet me shpejtësi. Tashmë Hyska ndron krah. E dërgon tek krah majta tek Kardia, gjithmonë Kardia. Krijon hapësirë godet e lehtë për portierin Almuça. Osmallari. Gjufi. Elmbet ka fituar Gjimo. Allen. Gjimo. Me qëtësi aty. Niset Sembana. I top i gjatë të si për këtë Juve që ka hapësirë nga kërë majtë, por nuk vlen. Është pozicion është loja. Mandia. Tashmë Kardia. Pjesë është Kardashi. Gjithmonë Kardashi. I vetëm provon një krosim është brenda vijave. Amadia Allen mund të rrezikonte por dalja portierit Almuça në kohë në momentin e duhur. Ashtu të jetë 1-1 rezultati në Vlorë teksa po luhet sfida e play-outit. Do të mësojmë edhe kundërshtarin e radhës në sfidën finale të play-offit mes Partizanit dhe një kundërshtari pra mes Gramshit për shkëm të mundësi Kalemi topi. E pa besueshme, topi nuk ka shkuar në rrjet. Me sa duket ka qenë ndërhyrja e Çakos që i ka hequr mundësinë Kalemi për një tjetër gol. Pra mes Gramshit dhe Turbinës, ky është çifti aktual për që po luhet live në Vlorë, dhe që pritet të mësojmë kundërshtarin e radhës në sfidën e radhës së play-offit, më saktë finalen e ardhshme. Por që duhet të presim
deri në fund mund të shkojë edhe në shtesë. Bëhet gati Kazim. Krosimi i mirë, drejt qendrës. Provon dhe Godjufi. Tjetër tentativë shumë pranë golit të 4-2 personal në këtë sfidë. Besar Godjufi. Ka faul e shkaktuar nga Osman Lari. Johnny. Hyska. Gjimo. Edhe njërë, Hyska. Shikon lëvizjen e Alen Jeta. Hyska. Qako. Hyska. Balla. Mehmeti. Topi për Alen. Ndërpritet për një qast nga Osman Lari. Tashmë me qëtësi e ka semene. Pra shkojmë drejt fundit. Shkojmë mundësi tjetër se merr siç duhet në momentin e fundit. Besar Godjufi, ideja ishte fantastike. Një korridor mjaft i mirë për Godjufin për ky fundit, se nuk arri dot ta mbante në kontroll. Tashmë Osmallari stopon mjaft mirë. Gjithmonë Anteo. E kërkon Sterling, është i shpejt gjithmonë Sterling. Shkojmë ndërhyn Çako në momentin e fundit. Ideja ishte e mirë dhe topi ishte i fortë, i plot i mirë, por në fund të ndërhyu Çako, i cili në zonën e tij arrit të kuptojë gjithçka. Semene. Kazim, Jeta, sërish Kazim. Lëvizja e Jatës kupton diçka për një çast aty mbrojtja e skuadrës Al Petrol. Mehmeti. Ndërhyn Anteo, Osmallari sakt. Januzi. Gjithmonë Mal Januzi. Një top i bukur në krahun e djathtë për Sterling, i cili arrin në kohë, arrin brenda vijave. Sterling. Kazim. Mal Januzi. Lëvizje, pasimi i burr. Kazim goditja dhe topi ka shkuar në rrjet, por nuk vlen. Ka flamur të ngritur. Fantastik në atë asist Mal Januzi, por pak më i avancuar Kazim, që dhe ky fundit bëri gjithçka mjaft mirë duke e dërguar në rrjet. Shikojmë Gjuzin. Rekuperon e bën diçka mirë, nisë skuadrën një herë Marcelo Gjuzi. Shikon zonën. Tokazi, por nuk shkon. Ky cross ose sakt një formë as të pasimi Tokazi për Godjufin. Gjimo. Semana. Kazim. Gjuzi. Ka pranë Jenuzin, preferon tek Semana. Pra kemi hyrë drejt minutave të fundit. Skuadra e kuqe ka arritur të mbyllë gjithçka. Unë da themi me plot gojen sfidën në këtë pjesë të dytë, në këtë fraksion të dytë. Ju kujtoj edhe një herë që gole shënuar nga në minutën e 53 Fernando Andreaj, e pas Godjufi në minutën e 63, pra 10 minuta më vonë, ndërsa në 66 vetëm 3 minuta doshin
Shkoni sa është ngritur lart. Është mundësia tashmë, le të shikojmë Osmallari provon vetë, Osmallari vonot, jep mundësi pjesë e skuadrës për të kthyer tashmë Kazim, le të shikojmë Kazim, Kalemi nuk arrin dot. Kalemi. Njerë në vështësi këtë Hysko, Gudjufi, Osmallari, Januzi. E mban me forcë që kalon të Kazim me shpejtësi ndërrohet të Krau të Kazimi fort ky pasim nuk e arrin dot Kalemi. Edhe njerë Gudjufi, krosi lehtë që nuk vë në vështësi Gjonin. Osmallari. I dueli fort me Osmallari dhe Hyskës, Gjimo që përfiton dhe ja jep mundësinë skuadrës Al Petrolit për të nisur në krahun e djathtë të Alen. Nuk ka më kohë mbyllur këtu takimi i parë i play-offit mes Partizanit edhe Al Petrol. Patos me rezultatin 3-0, Partizani B siguron një bilet për finalen e radhës ku do të mësojmë edhe çiftin ose më saktë kundërshtarin pasi po luhet në këtë çaste në Vlorë, Gramshi Turbina, në stadi është 1-1, me shumë mundësi do të drejtohet një koshtesë, por ky është një takim mjaft i mirë me të kujt që arrin në fitoren, por në pjesën e dytë, në 45 minuta dyta, ju kujtoj edhe një herë golat u shënuan nga Andreja në minutën e 53, në të 63-ën Gudjufi e më pas në të 66-ën shënoi pra dhe Sterling, i cili bëri gjithçka mirë. Pra kjo ishte një sfidë e cila u transmetua nga Partizani Channel. Ju uroj shikim të këndshëm transmetime të tjera. Shpresojmë që skuadra kuqe të na dhurojë të tjera emocione këtu në Partizani Channel.